Sot do të përgatis një gjellë me presh. Kjo është nga ato gjellë që ne kemi konsumuar më shumë dikur kur kemi qenë fëmijë. Prindrit tanë na e kanë përgatitur shpeshherë. Për këtë recetë që do të përgatis sot, do të na duhen 600 ose 700 gram me presh. Kemi zgjedhur këtë pjesën e sipërme të preshit për ta bërë më të shijshme gjellën. Gjithashtu një kokër e gjysmë me qep, po të dua mund të përdorim dhe qepën e njom. 3-4 karota. Kjo recet bëhet pa mish, por unë sot do të përdor dhe disa pjesë mishi për ta bërë akoma më të shijshme. Gjithashtu do të na duhet gati 1 filxhan kafeje me vaj, kripa dhe piperi. Piper mund të përdorim gati për këto masa, mund të përdorim gati 1 lugë kafeje. Kurse orizi, sepse duhet të përdorim edhe orizi në këtë recetë, mund të mbushim 1 filxhan të tillë. Nuk e kam mbushur plot, është gati 1 gisht më poshtë, ose për sa persona gatuajmë këtë gjellë, mund të përdorim nga 1 lugë gjelle me oriz, dhe nëse kemi 4 persona, mund të shtojmë 1 lugë oriz tepër, pra 4 lugë plus edhe 1 lugë më tepër. Këto janë përbërësit për gjellën e sotme. Në tenxhere shtojmë vajin dhe e lëm pak të mbrohet. Më pas do të shtojmë qepën dhe do të vendosim mbi qepën edhe pjesët e mishit që kemi zgjedhur për të përgatitur gjellën sot. I vendosim papakun dhe e lëm për disa minuta. Pasi e lëm për 5 minuta mishin edhe qepën, shtojmë këtu 1 gotë plot me ujë, që të ketë mundësi që të ziejë mishi, të zbutet, pasi nuk e ka kohën e njëjtë me preshin dhe karotat. Pasi uji që kemi shtuar ka avulluar, gjithashtu dhe mishi është zbutur pak dhe pothuajse gjella ka ngelur në yndyrën e vet, këtu do të shtojmë preshat. Preshin mund ta presim edhe në pjesë të vogla, por unë kam zgjedhur ta pres në këtë mënyrë. Gjithashtu edhe karotat në të njëjtën mënyrë I kam prerë. Do t'i përziejmë bashkë me mishin dhe qepët. Pasi kam shtuar 2 gota të tilla me ujë në tenxhere dhe I kam lënë për 20 minuta të ziejnë. Dhe shohim që preshi është zbutur, ka zier bashkë me mishin. Do të shtojmë, pasi e kemi shplar mirë orizin, ne shtojmë orizin që të ziejë dhe të zbutet bashkë me pjesën tjetër të gjellës. Do të shtojmë dhe kripën edhe piperin e zi. Dhe do ta lëm derisa të ziejë orizi. Pasi ka zier orizi, e kemi lënë dhe 10 minuta të pushojë gjellën dhe më pas e vendosim për ta serviruar në pjatë. Kjo është gjella me presh me oriz që unë kam menduar të përgatis sot.